Ja ushqimet që ju fry në barku, disa ju i konsumoni çdo ditë. Ndjeni të fryrë edhe pse keni ngrënë racione të pakta, atëherë tregoni kujdes me atë që hani. Është e rëndësishme t'i kushtoni kujdes sasive të ushqimit dhe mënyrës se si e konsumoni atë. Një numër i madh i femrave përballen me probleme të fryrjes së stomakut, mirë po, nuk jeni imun edhe ndaj problemeve të njëpasnjëshme. Perimet të cilat shkaktojnë fryrje janë bizele, lakra, qiqra dhe brokoli, prandaj duhet i konsumoni me moturi dhe asnjëherë me tepri. Pastaj, picat post natriumit përmbajnë edhe sasi të madhe të hidrokarbureve dhe sheqernit të cilat kombinohen së bashku dhe shkaktojnë fryrje në zor. Ëmbëlsirat gjithashtu mund të shkaktojnë fryrje. Pijet alkolike, edhe pse nuk përmbajnë edhe një dëm të madh, ato mund të shkaktojnë fryrje në kombinim edhe me lëngjet e gazuara që shkaktojnë dehidratim dhe probleme të tretjes. Gjithashtu fryrja e barkut mund të jetë afatshkurtër dhe nëse është afatgjatë, konsultoni me mjekun.